Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në studio live edhe ditën e sotme me transmetimet tona të drejtë për drejta. Jemi në orët e fundit të fushatës elektorale që mbyllen ditën e sotme në orën 12 të natës, pra në mesnatë. Dita nesërme do të jetë heshtje zgjedhore dhe pas nesër ditën e diel në 11 maj do të kemi edhe ditën e zgjedhjeve. Pikërisht për këtë do flasim, për fushatën, gjithë dinamikat që ka patur, por padyshim do ndjekim edhe ato që do të jenë aktivitetet politike si të Partisë Socialiste edhe të asaj demokratike. Por ndërkohë kemi një lajm shumë pozitiv për vendin. Giro d'Italia po mbahet pikërisht në këto momente dhe do të kemi lidhje direkte me kolegët tanë për të na raportuar në lidhje me këtë aktivitet ndër më të mëdhenj botror për ciklizmin dhe jo vetëm. Por para se të kaloj të gjithë këto lajme, të cilat do t'i kemi drejt për së drejti, duhet prezantoj menjëherë të ftuarit, ku do kemi edhe bisedën në lidhje me situatën politike. Kam edhe juristin Romeo Kara. Romeo, faleminderit, kënaqësi që të kam. Faleminderit ju. Gjithashtu dhe Besar Logun nga Partia Demokratike. Logu, faleminderit. Kënaqësi që të kam gjithashtu. Dua të futem menjëherë në terren fushate. Romeo, nisim bashkë diskutimin, më jep komentin tënd për këto zhvillime të ditëve të fundit. Jemi drejt orëve të fundit të mbylljes së fushatës, po ndërkohë ka një entuziazëm te kampi demokrat non grata ra, sipas tyre gjithmonë. Tani ne mos paçim fushata të tilla pa alternativa. Pse kemi pëtën, kemi pësën, të reja, po... Dakor, fushata ka një vlerë që nuk ka qenë më e mbledhur ligjërisht në plan të parë. Me strukturuar. Më me qytetari, nga të gjitha palët, nuk po s'mund t'ja am hagu. Drejta një ka qenë e qetë, është e vërtet. Mendoj që duhet ketë kur tym në fushata tjera, duhet kemi dhe i kod etik të përcaktuar, edhe nga kodi zgjedhor, por edhe partit, me njërës e tyre. Të flasim për ato që nuk janë tani. Unë rolin e kritikut kam bajt gjithmonë, kështu që ma lejo dhe të radhë. Patjetër. Duhet kemi një veting për gjithë kandidatët të cilët hynë në garë, pra jo vetëm pas gare. Veting të cilit lloj, për pasurinë, për figurën, Ne kemi folur për dekriminalizim, por duhet tjetë një veting i sakt. Këta persona kalojnë në një komision caktuar, ne mund të zgjedhim, por mund të ishtë tjetë tani me një mbikëqyrje qytetare, të cilën unë mendoj që duhet shtrihet me gjitha institucionet. Pra, edhe mbi organet e drejtësisë, edhe legislativin, edhe gjyqësorin dhe tjerë. Pra, ne duhet të mësojmë që ky popull, që është sovrani kryesor, të ketë dhe forma të pavarura mbikëqyrje. Edhe për personat që do të garojnë, të kalojnë një veting, të jenë brenda kësaj etikës, edhe nga pasuria, po dhe nga sjellja. Pra, një sjellje agresive, e cila mund të prish gjithë fushatën, se themi një dru i shtrëmër prish gjithë barën. Ajo që është kryesore tani, dhe që ju e cekët... Romeo, dua ta bëj një ndërhyrje. Edukatën nuk ja detyrojmë dot me ligj. Jo, me ligj ka kandidatëve. Me ligj ka etik. Pastaj ne mund të flasim për që thelbi është që dhe vetë populli duhet të jetë më i informuar. Këtu jam dakord. Edhe në programe shkollore, të jepen edhe rrymat politike, siç i ka bota në mënyrë klasike, edhe mënyra e votimit. Pra një edukim politik, po thua. Po normal, ato të shkojnë 18 vjeç, nuk janë të informuar. Kemi shumë nevojë edhe historinë e Shqipërisë ta mësojnë, tamam siç është. Ta rishkruajnë si pak në këto 200 vjet e fundit. Po ta marrë që nga koha që u bë, një vit është bërë Aqetania serbe dhe Megalitheja greke, që aty interesat e popullsisë shqiptare janë prekur dhe ne duhet dim nga po vim, ta skanojmë mirë kaluarën e të vendosim mirë për të ardhmen. Projekcioni të ardhmes bëhet duke korrigjuar të kaluarën, me sy kritik. Tani, të lexosh një Twitter të një gazetari, i cili ka thonë dikush, në departamentin e shtetit. Me interpretim. Jo dikush, ka emër. Po mirë, tani... Kush është logu e themi? Është zonja Michel Exner. Nuk ta lejoj fare me më ndërprej fjalën. Zoti përfaqësuesi PD-s. Jo, një korrektim të vogël bëra. Jo, as korrektim fare, nuk të lejo, jam mos tolerant me ju. Thjesht do të të nxjerrë mirë për këtë. Po, e shef, që nuk e keni kodin etikës të ta lejoni të jetën flasë. Jeni parti që keni nevojë për kod etike. Tani vazhdojmë. Në qoftë se rregullat shkelen për mirë, aty është relativizim pastaj. Po jetu marrë nga minutat e mia. Që do t'jap nga të mirë. Po votat s'keni për t'i marrë. Tani problemi është këtu. Nuk ka ndryshuar qëndrimi amerikan deri tani. Non grata nuk është hequr, po thua. Po, do kishte bërë fest, Berisha do ishte çmend, do në kishte çmend dhe ne pasaj. Nuk është heq.
deri tani ato 6 milion dollar që për mua janë investuar më në të jashtëligjshme. Nëse janë investuar për teknogratën, janë të jashtëligjshme edhe në Amerikë, pasi investimet tilla, lobimet tilla nuk lejohen në Amerikë për të zhbërë vendime ekzekutive amerikane, kjo është shumë e qartë, por shumën që ka, kjo është 250% më e madhe se shumë më e madhe. Pra, deri tani lobimi më i madh ishte $100,000 në muaj, varonte nga 10 në 100,000. Ta kanë çuar 250. Është në kundërshtim me ligjin amerikan, dhe ati do të fillojnë patjetër, dhe nga zhurma mediatike që është bërë, do të fillojnë hetimet, unë për të jam i sigurt, por në bazë ligjit shqiptar, unë e shoh 100% kundërshtim me ligjin shqiptar, edhe për burimin e financimit, edhe për sasinë. Megjithatë, kemi po e marr nga viti 2013. Rama ka mbajtur një fjalim shumë të mirë. Të fitores apo në fushat, thua? Në fushat. Në fushat. Kemi 2017, 2021, 2025, nuk e kanë ndjerë fare më të nevojshme të mbaj asnjë të 10 në ati fjalimi. Pse? Se ka një opozit të marrëpeng, e cila pretendon të sjellë ndryshimin pa ndryshuar vetë. Mesazhi më i frikshëm që jep kjo opozit dhe që i bën favor Ramës është që ne do ta rikthejmë Shqipërinë në vitin 2013, ne do të rikthejmë të përjashtuar nga vetingu, pra ne thash një kod etik, që njerëzit e përjashtuar nga vetingu s'mund të jenë kandidat për deputet. Dhe për aktorët e sistemit drejtësisë, pra, apo? Pra, ke Gjin Gjonin, ke i prokuror tjetër, janë dhe tjerë. Janë po. Pra, ne do të kemi kod etik që jo vetëm këta përjashtohen, a ka mundësi as pedagog mos i kemi më? Pasuritë e tyre të jenë konfiskuara, se ne pretendojmë që këta kanë pasuritë paligjshme dhe i kanë bërë mbi vendime gjyqësore të paligjshme, ka shpërndarur detyrën. Dhe pasuritë e tyre duhet të ishin sot konfiskuara. Pra, kemi bërë një veting sipërfaqësor deri tani. Prandaj ne nevojë ta çojmë përpara dhe kemi nevojë reale për reforma të thella, por gjithashtu dualizmi i këtyre dy palëve për të mbisunduar frymën e re dhe ndryshimin që ka nevojë Shqipëria me kodin zgjedhor. Tregoj që politika e vjetër dhe establishmenti u tregua i fortë deri tani dhe do të jemi detyruar të zgjedhim midis dy palëve dhe mendoj që me atë çfarë ofroi një PD pengi Berishës, u berishizua gjithë fushata u përqendrua s'pa më program. Mos i themi gjitha që në fillim, kemi kohë. Kam sa dush, prit. Po. Edhe ta marrë fjalinë vazhdoj prapë. Okej. Mbas partnerit PD-s, pengi Berishës nuk pati më kohë. Rreth 7 ditë ju fik fushata, ju ngeli aty ke non-grata, që i ngeli në përkëmb. Unë nisëm për të vënë vetulla dhe nxorën sytë dhe kjo do vazhdoj me pasojë më mbrapa. Logu, është hequr apo jo non-grata pikpyetja më e madhe e këtyre 48 orëve dhe më jep edhe një koment për këto që tha Romeo. Atëherë, sa i përket vetvete non-grata çfarë është? Është një vendimmarrje, pra një vullnet institucional. Një vendimmarrje goditet, apo zhbëhet, apo prishet, apo hiqet, vendosen si doni emrin, në dy mënyra. Një, nëpërmjet ankimimit, administrativ apo gjyqësor, gjë që s'ka ndodhur nga zoti Berisha, dhe dyta, nëpërmjet revokimit të kësaj vendimmarrje. Pra do duhet një vendim i dytë, po nga vetë institucioni i cili e ka marrë atë vendim. Duke ju referuar aspektit formal, nuk kemi një as ankim ndaj kësaj vendimmarrje nga zoti Berisha, por ende akoma në gjykatën koreksionale. Pa them ankim administrativ ndaj vendimmarrjes dhe gjykatës amerikane. Mos dalim deri në Francë. Dhe pra s'kemi as ankim nga zoti Berisha dhe as një revokim. Pra në aspektin formal nuk është se kemi. Por non-grata në vetvete çfarë është? Është një vendimmarrje administrative, nuk është gjyqësore, nuk është se e ka shpallë Departamenti i Shtetit Berishën korruptuar. Është një vendimmarrje administrative që prodhon pasoja politike. Pra, në vetvete, kjo vendimmarrje siç u mor me ndikim politik, ashtu do të zhbëhet Antony Blinken.
Sot po njoftoj shpalljen publike Sali Berishës, i presidenti Shqipërisë, ish kryeministër dhe ish deputet i parlamentit. Po të bën ai të fajshëm penalisht për shkak të përfshirjes tij korrupsion konsiderueshëm. Zotri, nuk të bën të fajshëm penalisht ai vendim. Vazhdon. Berisha ishte përfshirë në akte korruptive. Mos e je jurist, i di shumë mirë këto tjerë. Nuk të bën të fajshëm ai. Të bën vendimin gjykatës. Po pra, dhe unë këtë thash. Ai vendim si administrator. Po mirë, çfarë efekte shprodhon ai vendim? Efekte politike, juridike nuk... Zotria nuk qaset të mirë pra mirë. Efekte juridiko-penale nuk prodhon në burë të një, për kjo është të një, unë këtë po them, ajo prodhon efekte politike. Dhe siç u morë në ndikimin politik, do shbëhet në ndikimin politik. është shumë e thjesht gjëja, marrë. Ndikim politik nga kush? Shumë e thjesht gjëja. Referuar vendimarrjes të kthim përgjigjes zotit Blinken, ndaj kongresmenve republikanë. Të lutem, po jam asë si bën do të Shqipëria person Amerikë. Të lutem, kthim përgjigja, ishte e tillë ku janë provat? Provat i kemi marrë nga qeveria shqiptare dhe OEF pranë atij vendi. Tani OEF e Dalina Ficës së burr, OEF e Sorosit, e qeveria e Edi Ramës. Po kjo pra është kthim përgjigje zyrtare e sekretarit të shtetit. Kur është marrë kjo në grada? Si kur është marrë? Çfarë datë është marrë, diti? Në maj të 2021. Në maj 2021. Po. Çfarë ndodhi me PD-n? Po ç'të lidhje ka me PD-n? Pse për çfarë pasojë është PD-ja? Po kjo pra ishte, po pra, linja e arsyetimit është e tillë që u bë me ndikim politik në funksion dhe në shërbim të Edi Ramës, duke përqarë opozitën që do i shërbeten për mandat në 4. Sot erdhi ky mendim. Po kjo është. Po tani koha këtë provoj. Sot erdhi ky mendim. Koha këtë provoj. Çfarë provash ke ti që atëherë se s'do bëj avokat në Ramës, por detyrova me zor. Kam prova sepse kam prova. Sot erdhi me çfarë provash? Po 4 emra do t'jap. Blinken, Escobar, Filip Riker dhe Yuri Kim sot i kenë pension politik, nuk i kenë shërbimin e karrierës. Kanë qenë diplomat karriere të 4. Asnjëri nuk e kenë në shërbimin e... Po provësh, po diskutim që është provë, sepse ka qenë klani Sorosit, se kanë qenë vejtlet Sorosit. Kjo është koha provoj që pas ka qenë lobim, nuk pas ka qenë vullneti pas institucional. Pas ka marrë pushtetin të lutem, po e ka marrë pushtetin dhe po përzën këtë lobin e Sorosit, pa diskutim. Po, dhe i sjell efekte dhe në territorin shqiptar kjo. Pa diskutim, të lutem, Arbri, se e gazetari vëmendshëm, këto 4 emra i ke sot shërbimin e jashtëm? Po s'është kjo më ky. Blinken, Escobar, Filip Riker dhe Yuri Kim. I ke në shërbimin e jashtëm? Yuri Kim është. Është këshilltare në departament të Euroazis, as departament përgjithshëm. Është, po haman vje keqe burr tani, këshilltare për rritjen e performancës së burr. Është një mini Elon Musk për departamentin e Euroazis së burr. Me rrit performancën e administratës. Nuk ka vendimarrje politike. Pra pjesë e saj, pjesë e departamentit. Po jo më është po si mund të bëjnë diversion këtu? Nuk ka vendimarrje. Të lutem. Nuk ka vendimarrje. Nuk ka vendimarrje. Nuk ka drejt vendimarrje. Berisha, vetëm grata apo është grata? Është relativizuar non grata dhe ka hyrë në marrëdhënie. Po mirë mos unë të thash non grata, po pse ndërhyn mos unë ta thash kontin, pse ndërhyn? Pse ndërhyn? Zoti moderator, 24 mars Departamenti i Shtetit dha një raport ku e përmend si arritje drejtësisë shqiptare akuzën ndaj Berishës. Po e kishte, në raportin e fundit, është e vërtetë. Raporti, ç'a ishte ai raport? Ja, unë kam sqaruar raport, këtu kam qenë. Po kush e tha? Po. Ai raport është për çështjet e narkotrafikut dhe të lutem, dhe të pastrimit të parave. Dhe aty duket që është e njëjta dorë. Ai është raport për vitin, për zhvillimin e 2024 që reflektohet në 2025. Po të shohësh raportin 2023-2024 është copy-paste. Vetëm në 2023-shin kanë reflektuar edhe emrin e Lefter Kokës. Zotri, në 2024... le të sqaroj këtë. Sipas atij raporti, i vetmi zhvillim me rëndësi në Republikën e Shqipërisë pas ka qenë komunikimi i akuzës së zotit Berisha. Ndërkohë, gjatë 2024-s ke nisjen e hetimin ndaj Erion Velis. Gjatë 2024-s ke komunikimin e 5D-s. Gjatë 2024-s ke komunikimin e akuzës Plaren Dresës. Gjatë 2024-s ke vendimin e GKK-s që orienton Spakun për Ilir Beqën që i thotë ke grup të strukturuar kriminal. Kujdes,
grupi strukturuar kriminal në qeveri, shumë e rëndë kjo. Të gjitha këto zhvillime nuk reflekton nga e raport zotëri, reflekton vetëm emri Sali Berishës. Dhe unë qmoj që është një dorë e një specialisti, është një specialisti sorësi që plëcon raportin aty. Dhe për dalë me pak fjalë, po mimo këto zhvillime kanë qënë 2024, apo i Sesova. Logu atë mendimin e ti do në thotë. Po vendosim një rend logjik minimalist të tani, të lutem, Romeo, këto ngjarje janë zhvillime 2024. Pse nuk janë ardhur raport? Ma kthej përgjigje. Pra, në 2024 paska vetëm komunikim akuze në 2024. Asnjë ngjarje tjetër nga Spaku. Po tani kush pas ka hartuar raport? Unë. Po kush jam një logjike thjesht. Nisha unë me Rama. Po jo, i dorë specialisti sorësit ato. Si i ka akoma, ka zaret akoma. I ka zaret akoma. Po që Trump, ajo është një raport që bën departamenti i sigurisë, e kalon për miratim formalisht në senatër burskali. Nuk kalon nga shtëpia bardha jo, fare, ai raport. Nuk ka lidhje fare, as me departamentin e shtetit jo. Edhe pse unë nuk jam shumë dakord personalisht, po e kaloj pjesën e mendimit. Këtë përgjigje që i dha ati gazetarit, e ka dhënë zonja Michelle Exner me detyrë ndihmës sekretare në Byron e Çështjeve Publike Globale. Dhe ka mbi 20 vjet karrierë në Kapitol, Shtëpinë e Bardhë, në Senat e gjitha me radhë. Kjo nuk është një që erdhi nga rruga dhe e futet. Po pra po, këtë këthim përgjigjen që Zoti Berisha mundet të... Ku e ke shkujt me që ka dhërë këtë zonja? Mimo nga këtë zonja, e ka referu gazetarën. Dodi kysi Martin Huze, pakuën gazetarët e dalin që... E ka referu gazetarën. Martin Huze ka dalin... Unë citoj gazetarën, se s'po e se e vetë. Nuk po e se e vetë. Pra, nuk jemi në kushtet e anonimatit, kemi një emër, kemi një detyrë, kemi një këthim përgjigje dhe ka një vullnet institucional. Ne po e shohim politika departamentit shtetit, drejtuar nga Marco Rubio, nuk po ndjek asnjë nga vendimarrjet e... Jo, ma ta ka marrë vendim dhe marrë e administratës së dry cleaning dhe bëjnë pasët Berishën si ka qënë. Tani, sot është fakt që non grada është relativizuar. Si në kontinentin europian, si në institucionet europiane, po ashtu dhe ato amerikane, nuk të vjen këshilltari ish avokati dhe njerëz pranë rrethit të Trump dhe Rubios të pranojnë, se nuk është çështje lobimi parash. Ka thonë Departamenti Shtetit. Ky përcaktim riafirmon angazhimin SBA-s për të mbështetur reformat politike që janë thelbësore për institucionet demokratike Shqipërisë. E ka për Shqipërinë, jo për vete, se në rregull janë ata. Shtetet bashkuara vazhdojnë të ndrojnë me popullin Shqipërisë. Departamenti do të vazhdojë të përdorë autoritetet tilla për të zgjitur llogaridhënien. Ndërsa sa i përket, a dalim të fushata? Dhe në nivel global. Dalim të fushata? Po fushata në rrugë. Jo, s'ka, fare, nuk është. Po futemi. Atëherë, 2 minuta, se duhet shkojmë në reklama, 2 minuta kam një pyetje që ta ezorojmë. Mos ndoshta është e gabuar. Romeo, më lejoj po. Lejoj një pyetje shkurtimisht, se duhet shkojmë në reklama. Mos ndoshta është e gabuar logu kjo qasje strategjike që po përdor PD-ja, duke u atashuar tërësisht me një krah politik në Amerikë. Ndërkohë nesër do ndruhen pushtetet. Do vinë prapë demokratët, pra i bie që PD-ja të shkojë pas në raportet me Amerikën, sepse po bëhet shumë politike. Nuk ka fare. Gjo, kontrata lobimit, ndryshe nga shumë tjerë që e rrotullojnë gjuhën, unë e them me të madhe. Duhej bërë më parë. Të afirmosësh në prill të 2025 je shumë vonë. Duhej, ajo mardhënje e emigrantëve shqiptarë. Se Rama habitet se emigrantëve, Rama ju merr lek dhe abuzon me to. Dhe habitet pse ka emigrant që paguajnë për Partinë Demokratike. Nuk e njeh logjika e asnjë kontrate. Që ti e bën një fondacion sot dhe për 7 ditë bën një kontratë dhe je i sigurt që ky fondacion çdo muaj do pjelli $250,000. Ku e kanë garancinë? Apo e kanë parat aty me thas? Po është një marrëdhënie financiare, zotëri, rregullohet mes kompanisë, lobuse dhe... E ke pa kontratën të Gjertaniun? është pak PD-ja, PD-ja po fondacioni? PD-ja përfiton vetëm shërbim.
Jo para. Jo, shërbimin pra, shërbimit. Është kontratë për rësie, si marrëdhënie me avokatin. Si se kam lexuar. Është palë, pa diskutim. Po se përfiton shërbimin. E ke palë, e përfiton. Po se ka kërkesa PD-ja për lobimin që do bëhet. Për objektin e lobimit dhe veprimtarisë që do bëhet për llogari Partisë Demokratike. Jo, është shumë e thjeshtë gjëja. Partia Demokratike, po është më palë. Po si po e kam këtu, se pas kam lexu. Është palë, s'po them se është palë. Nuk dalë në publik, po si e kjo që po të themun. Po vje kesh më unë palë po të themun, unë s'po e më hoj. Por, po të them këte, Partia Demokratike përfiton vetëm shërbim. Nuk më zjerë as parasë. Si përfitus, edhe si person juridik, përgjithësi penale. O, Romeo, pagesën e mbulojnë. Në shëpëra dhe këtu mën. Pagesën e mbulojnë entitetet tjera dhe jo Partia Demokratike. Banë, me milionat që ke vjetë shqiptarëve, investoha tje e me pushtet këtu e për një shqiptarë. Pagesën, në gjë, barën financiare, detyrimin financiar, e mbulon një entitet tjetër. Romeo. E sa kontrata janë? Mund t'jenë 2 apo 3. Sa janë, Romeo? Mund t'jenë 4. Mund t'jenë 4. Po që tëtë se... Mund të blenë e zëmë kot me $30 milion, si kalojnë do të gjitha për jetë, 6 tu e 5 aty, këta të regojnë, Berisha e parnojnë, që Civitar kemi kontrat tjetër. Po, kjo është e sigur. Po ajo çfarë thuhet në kontrat, ma atë çfarë kanë thonë këta, të fushatën, ka qenë skandaloze. Ore këta janë dhe budallën vetën. Se budallëpës është vetë e pasaj... Si më pas ka qenë skandaloze fushata Partisë Demokratike, ndërkohë kryeministri flet për çryshe për autizëm. Reklama dhe flasim për fushatën. Shkojmë reklama, kemi pas pak. Për drejt vijojmë për sëri diskutimet, folëm për çështjen e non gratës, një nga çështjet më të rëndësishme që ka marrë shumë vëmendjen gjatë 24 orëve të fundit. Rikthehemi në fushatë. Logu, më jep komentin për fushatën e PD-s edhe për PS-n, rivalin tuaj. Atëherë, ishin, për hir të vërtetës, duhet thënë që ka qenë një ndër fushatat më të qeta. Kam parasysh këto përplasjet në nivel baze, pra militantësh, fatmirësisht nuk kemi pas... Fatmirësisht shpresojmë shumë që dhe të dielën të shkojë kështu. Se kemi pas raste që dhe me pasoj vdekjen e personat. 2021 Elbasan. Elbasan në Kurbin në 2019. Logu, por keni patur probleme brenda llojit në Elbasan. Nuk ka lidhe Elbasani. Nese, flasim për këtë... Me përësi të pushtetit mosapja dyrve për plasin e fishek zjarve, po saj përket fushatës. Pra, ka pas një farë qetësie, por kjo nuk do të thot që nuk ka pas tendencë të pushtetit në ndikimin e administratës publike dhe në tentativat për manipulim dhe blerje të votës. Saj përket fushatës, Partia Demokratike ka treguar një pjekuri politike, ka tregu që është një alternative gatshme për pushtet, ka tregu që është një alternative cila ka marrë përsipër të shkruaj historinë. Pse e them këtë? Është lidhe direkt me zotin Berisha, ashtu si që ka thënë dhe vetë ai, unë i qëndroj kësa ideje që ai nuk është se ka nevojë të bëjnë karrierë politike, sepse i ka ezuru funksion më të larta shtetërore gjatë këtyre 34 viteve pluralizëm, nuk është se ka nevojë për nej luks, për nej pasuri që ta vendos, duke pas parasysh që zoti Berisha gjatë ti 4 vjeçari u godit dhe në fizikisht, jo vetëm penalisht dhe politikisht, kujtoj këtu non gradën dhe masën e sigurimit, sot është rikthyer dhe në vlerësimin tim, zoti Berisha sot mendon të shkruaj historinë dhe se si do kujtohet Sali Berisha pas x vitesh më vonë. Pra, ka dhe një ego, ka dhe një luftë me veten e tij në raport me të shkuarën e tij, në raport me se si tentuan t'ja mbyllin karrierën. Pra, është edhe në një luftë të brendshme, le të themi, për të shkruar histori. Përveç saj, prezenca e këshilltarëve amerikanë, prezenca e strategut të presidentit aktual zotit Trump tregon vullnetin e mirë që ka Partia Demokratike për qenë sa më korrekt para votuesve, për qenë sa më serioz para votuesve, ka një program konkret, po të shohim edhe videot edhe reelsat
edhe tematikat që përdoren, ndryshojnë. Realisht, pra, duket dora e profesionistëve, duket dora amerikanëve. Nga ana tjetër, kemi pas një fushat të Partisë Socialiste, shumë katundareske, nuk e di, do më thënë me ca kandidat provincial që i nxirnin në vit të parë, një fushat pa fabull, nuk e di... Mirë, dhe provinca voton, mos ta diskriminojmë. Po jo ta vesh në... E mbylla, të lutem. Jo, s'ka gjë. Një fushat duke simbolizim, pra. Katundareske, nuk pa fabull, nuk ka pas fabull fushata Edi Ramës. Shqipëria në BE nuk është pak. Për më tepër, Shqipëria në BE nuk është vullnet i qeverisë shqiptare. është integrim, është proces, është moment politik i unionit që do bëmi pjesë, s'ka lidhe me qeverinë tonë. Dhe një analistë të shkurtër, sjellja e zotit Rama në 30 ditë fushat. Ai çmoj se ka eksperiencën e duhur që në 2000-2001 kur kandidoi për të parë? 2001-shin, po. Në 2001-shin, ai ka kaluar me 10 fushata dhe ai e di në rëndësinë e gafës në fushat zgjedhore. Një gafë, Arbri, ne e dim që të kushton shumë në fushat dhe të duhet kohë ta rikuperosh, ndërkohë në fushat kohë është flori. Ndërkohë, ne kemi Edi Ramën që ka kaluar gaf pas gafe. Pjesën e Qyrykut, pjesën e ndarjes thirrjes grave ndani me burrat. Gafa po i ka me tendencë, nuk... Po mirë, ato janë trajtuar si gafa, kanë sjell efektin e kundërt, mase ai mund ta ketë mendu që mund t'i sjell vota, ajo mund të jetë strategji, por pjesa e thirrjes për të kërkuar fëmijët në Google fotot nude të Edi Ramës, nuk mendoj që ishte strategji. Por strategjia është kriminale pastaj. Dhe pjesa e mbylla, nuk e di. Po, këto që bëjnë shkrime sot për... Kush e dha fotot Berishës? Kush e hodhin media? Kush? Ai emër? Ai që shkruan sot për Edi Ramën, po le. Dhe e mbylla. Dhe pjesa e autizmit politik, pra një smundje, një gjendje familjare që shumë familje në Shqipëri janë rënduar. Kërkoj falje. Mirë pra, pa diskutim që kërkoj falje. Por du të them këto gafa të një pas njëshme, në qofë se kanë qenë strategji, pas ka pas konsulent mizerabel, po citoj termin e zotit Berisha. Për Bashët. Qofë se kanë qenë për këshilltar të Bashës. Qofë se kanë qenë strategji, kanë qenë mizerabe. Qofë se nuk kanë qenë strategji. Qofë se nuk kanë qenë në strategji. Qofë se nuk kanë qenë strategji, kjo të regon tension të brëndshëm të Edi Rama. Dhe tensioni brëndshëm të regon që ai nuk bën 7-1. Të regon që nuk bën 7-10-1. Okej, do ta mbyllim me rezultatin, po. Logu, megjithatë zoti Berisha ka qenë shumë jo në formë fizikisht, ka bërë shumë lapsuse, i merejgoja, ka qenë në formë, nuk qonë dhe përgjigjet deri në fund. Ka qenë në formë, tani ne kemi rezultatin e emisionit Lejene, që do që një ditë të zakonshme të zotit Berisha. Gabime, mos kujtesa... Mbi 30 sa... Po tani, Berisha gafa ka pas. Që në rinit vetë në kujtojmë gafa që i ka... Jam shumë i gëzumë që marrë pjesë i barazove. Mirë pra, po po them, gafa dhe batuta tjela gjithmonë Berishës i kanë shpëtuar. Nuk është se e kam nga mosha sot. Arbi, të shkosh nga Korça në Elbasan, nga Elbasani takimet, nisësh Milano, t'ikësh nga Milano të vish tu takime, konferencë. Je kanë pyetur këtu që a është në gjendje Berisha që ta mbajë këtë peshë? Jo, a është në gjendje ta mbajë këtë peshë? Nuk do ngresh tangë. Shiko, që do thot tani 2 ditë para votimit, do mundohet ta zbukuroj Berishën. Ai sa zbukurohet. A bëhet tha plaka nusë retha, kështu bëhet Berisha për shkak të shtet prap. Erën e 5. Se këti thot era 4 kryeministër, arove 2 president, se një ndër premandati, e 2 kryeministër 4, do për erë 5 tani, se ypi në Mangall. Si ma qokun prush, shkon sa ande e këtej, edhe yri si non grata, dhe do mbahet mund t'i doli non Gallata pasaj. S'ka lën Gallat në çdo takim, u paksua, tha Gramsci, nga 50.000, bati 60.000, edhe pasaj vazhdo me kritokarasit, e ku ta diun edhe ku doli, ku do përfundoj akoma. Problemi është që këta, o janë në pushtetin e Berishës, e unë e kuptoj që janë atje,
ose janë pa aftë në dzirë një figur tjetër. Kupton? Tani, alergjiu është në halë të madhë, më thënë. Merë ato robët që i grizën i arnojnë i vesh prapë. Ka dhe alergji tjerë. Pampersat e fëmijës që i ka përdor, i merë i thanë që s'ka parat betja i vesh prapë. Që po bëndë këta? Këta merë e kthe Berishën njërë nga e para, njërë nga e mbrapa. Nuk e di nga duket mirë Berisha politikisht, edhe i aftë dhe fizikisht bile. Tjerë sigurt, që të mbaroj kjo fushat, unë nuk e di si për vazhdojnë të fushat, do bëhet për qep e kryp, aj shumë është lot, nuk e përballon do të mojt, bëj çfarë doj. Berisha kohën nuk e sfidon dot. Faktikisht, kjo jetë e karikon Berisha. Po. Ai pasiviteti bëri që të binte. Aty ke fjala karikim, kujdeset, ta shpjegon Milaim Zeka e ikë me vrap. Tani më le, ne thaj, atë fjallë, se se them do të ke topit e kisha thonë basë. Jo se ka thonë Milaim edhe është filtarizu si fjallë. Në krahun tjetër, Rama nuk është marrë me programin, është marrë me batutat. Po atë Kazani unë gjiti. Dhe i në gjitë ku e bën batutën. Tani e bëri me Kërnet. Bufi, Kërnetës, ka bërë dhe Zhaba, Ardhuca, Betkosa. Dikur i ulluriti. Pra, shiko, Rama ka mësut mos bëj gabime në fushat. Këta e qënë gabim. Atër i tha doktor... Ato që Urike ka me tendencë. Jo, me tendencë ka. Atër ka doktor Rumpalla, kur i tha, edhe brenda koridorit PD-s... Po ka bo 5 gabime për i muja, 5 gabime... Po të akord dhe shumë... Kjo të rëgon që ka tension nga brenda jo. Nuk është i qeta, po. Pa ne do marrë 734 minimum. Ku 734, po? Do të mbyllim me Kuqin, po. Memorandumi Gërqës, pa i qojnë Kuq. Tani, i dorjen e parë, ka mundësi, ma të firën e rës parë, a i tha 77-8 atere, tani 74... I dorjen e parë se kishte bandat në lëvizje në qërkullim. Kishte dhe ato drejtorët e 5D-s e 5B-s duke ble vota. Sot nuk i ka ato. Sot nuk i ka ato. Jo, nuk i ka sot. Banditët i ka të 313 ose në Dubai. Ose në tokë. Po. Nuk është 2000 se nishi. Jo. Ato banditët kullave. Po ama se me i qytet jetoj në burë si i dim, nuk i ke pra si në 2000 së nish. Bandat nuk i ke në qërkullim. Ti ka përmen në qytet, 2-3 qytete janë. Ku ka shku Berisha, ja u ka përmen me emër bandave. Do bëni një qudi, po dyshim as tyre që është Muli, u përgjith televizion dhe aty du të mbajt kënon Grata dhe ke Muli. Se këta dy janë kokat e PD-s. E pytën, është oligark kjo jo, është kjo. Pra këta nuk do të bëjnë rishpërndarje, pasurie. E këtë sigurt. Këta do iqet një palë e do vi një palë. Do iqet një administrat e do vi një administrat. E dyta, ne njerëzit i versojmë për të që kanë bërë, jo për të që dërdëllisin, sa i kemi moment që mi Berisha fletë që do bëjt diçka më të mirë, por nuk dhja se që po fletë më të një. Pra hajde ta besosh tani. Dhe faj është joni. Nga e që fa ka bërë Berisha, unë abitem si këj popull nuk e kupton që Berisha është aty për të marrë shembull si të mos bëhet diçka, si të mos zgjedhim një person. Pra çfarë gabimi duhet mos bëjmë ne? Dhe strategu ka 12 vjetë Edi Rama, nuk shkon kjo retorikë, më Romeo. Nuk shkon apo. Po nuk shkon më. Gjo, në qovë se Berisha, gjo, ky popull e ka shumë të thjeshtë. Në 2027 janë zgjedhje vendore. Ja jep mesazhin Berishës si thonë, gjo, na shgënjeve. Por sot duhet bërë rotacioni. Është jetik për vendin, Romeo. Mos e relativizo masakrën 12 vjeçare që ka bërë Edi Rama. Për një vit e gjysmë ke zgjedhje vendore, ja çon mesazhin PD-s me vot kundër. I thu PD-s na shgënjeve. Kjo është qytetari zotëri. Ky është ndërgjegjësim. Nëse e do vendin, duhet bërë çarkullim. Qofse ka Kënet, është kjo 12 vjeçare Edi Ramës. Qofse ka Moçal, qofse ka Ujrat Zeza, është qeverisja 12 vjeçare Edi Ramës. Kjo është që bëri që të largohen 1 milion shqiptarë nga Shqipëria. Kjo është nga ndotja, nga era keqe e kësaj qeverie. Kjo pra është tani. Po kjo pra nuk mund të relativizojmë. Teoria relativizimit ka dalë nga zyrat e propagandës qeverisë. Unë e di që ti si e pjesë e saj propagande, por mos e përdor. Po nuk i shërbe vendit. Jemi në 2 minutat e fundit më një framëzimi. Po, ose ka marrë. Strategjia më e madhe në politikë
me avardin, ke porter atje, 75 vjeç, e thot, të mos bësh gabime, a la gabim pa për Berisha, e majti penke non grata. E dyta të mos ishe vetoshe, unë nuk do jem kryeministër, por nuk e bën dot. E treta, nuk rregullohet shpërndarja e pasurisë mi taks të 60%. Ne vërtet pretendohet që përse e partia majtë. Këtu duhet dhe për 20-30 vjetë duhet politika taksimi progresiste. Kush fiton më shumë, paguaj më shumë. Ashtu. E dyta, vendosje drejtësisë, garant për drejtësinë jo, shpërndarja e pasurisë jo. Për çfarë dum? Do ndroj njerëz sa vet, edhe të zhbëj, e tha ai. Ai ishte sinqert më. Se është budalleps. Unë do kthej vitin 2013, ta e do zgjidh hallet e mia. Tani këta kanë ngel halli i Berishës, aty të rinë kur mos dalçi. Ne kemi nevojë për forca të reja. Pra këta janë asfiksuar. Rotacion, çfarë rotacioni? Helmimi dhe toksikimi deri në fund të shoqërisë shqiptare për ta vrarë shpresën. Pra ikim nga një keqje sotme te keqja djeshme. Jo, Partia Demokratike e ka me prova 2005-2009 është i qeverisje që të gjitha qeveritë bashkë nuk e arrin. Të gjitha qeveritë bashkë nuk e arrin. Janë këta që mos themi rotacion. Nga i 4 vjeçar, nga i mandat qeverisës, tu liberalizuan vizat, hyre në NATO, në shkujt e MSA në gjitha, nga i 4 vjeçar. Rente, t'jemi realist, jepi Qezarit të që i takon. Ju lutem se duhet shkojtë e Gjiro d'Italia. Po arrove, o Romeo, po kalojnë më së shyrien rrugë Kavajës me generatorë, burë, që t'i la Fatosnano, po pëtoj ati hoqe, burë, investimi në infrastrukturë, kush i hoqe? Logu të lutem se s'ka më ko. Ajtu t'i shërë. Logu, se s'ka më ko. Dua nga një fjali, sa mandate me PD-ja, sa dalin rezultat. Ka pushu Shqipërinë dhe bëtë si kush një gjotë, sa i do me një gjuve të në vetë, kam shkujt dhe unë departament shtetit. E kam dosin këtu. Inshallah hapet gjyqi Paris, do shkoj. Shifra vetëm nuk kam kohë më thot regjia, logu të dielën sa det. Në rastin më të keq, as PD as PS nuk bëjnë shtathëni. Në rastin më të mirë, BPD-ja. Partia Demokratike bën mazhërancën mbi shtathëni. Në çdo rast, Partia Socialiste nuk i kap shtathëni. Për ta mbyllur vetëm shifrat, lutem, se jam limite. Këta unë mendoj që nuk e di e kalojnë do të 55-56 deputeta. Po doja 55, po. PS-ja sa dhe. PS-n e ke për mu nga 71 dhe ke 73-4. Kaq, okej. Mirë, faleminderit shumë. Kënaqësi gjykisha të dyve, do shihemi javës tjetër, do kemi edhe rezultatet besoj. Faleminderit kënaqësi gjykisha të dyve, ndërkohë mbetemi përsëri transmetime të drejtë për drejta, do të lidhemi me kolegun Enes Koçi për të folur për një nga evenimentet më të jashtëzakonshme sportive që po mbahen në vendin tonë, padyshim me përmasa globale Giro d'Italia. Nesti, linja për ty menjëherë duam sa më shumë detaje. Përshëndetje, në fakt ciklistët sa po mbërritën për herë të parë në bulevardin dëshmorët e Kombit pranë sheshit Nën Tereza, ku do t'jetë edhe finishi i etapës së parë së Giro d'Italias. Me të vërtet ka qenë një atmosferë fantastike këtu në bulevardin dëshmorët e Kombit, teksa ciklistët kanë marrë brorimat nga shumë qytetarë të cilët kanë dalë për t'i duar trokitur dhe mbështetur në këtë etapë të parë. Jemi në 15 kilometrat e fundit të etapës, duke patur parasysh se tashmë ciklistët po bëjnë sërish një ngjitje drejt Surrelit që do t'jetë e dyta për këtë etapë të parë dhe për të mbërritur më pas në vijën e finishit. Nga ajo që pam në rrotullimin e tyre këtu në sheshin Nën Tereza, vumrese asnjë prej ciklistëve nuk është shkëputur për fanellën e parë roz të këtij edicioni, i cili ka 21 etapa dhe 3 të para do të mbahen në Shqipëri. Për ciklistin fitues do të ketë 11.000 euro shpërblim, aq sa ç'është vlen fanella e parë roz, por gjithsesi shpërblimet për ciklistët varojnë nga vendi i parë deri në vendin e 20 dhe duhet thënë se në Giro d'Italia marrin pjesë 184 ciklistë të 23 ekipeve nga e gjithë bota. Është gara elitare e ciklizmit në Europë dhe marrin pjesë ekipet më të mira. Sigurisht ka dhe ciklistë të tjerë të cilët kanë mbetur pas, por të paktën për sa i përket pjesës kryesuese nuk ka asnjë diferencë. Vetëm pak çaste më parë në krye të garës ishte italiani Alessandro Verre, i cili e ka udhëhequr për shumë minuta etapën e parë që ka nisur nga Durrësi për të vijuar në Elbasan dhe me përfundimin në Tiranë, ku janë parashikuar 2
xhiro rreth Surrelit për të ardhur në pikën e fundit në destinacion. Aktualisht shënon ora 16:50 dhe parashikohet që përfundimi i etapës së parë në sheshin Nën Tereza të jetë rreth orës 17:10. Është momenti ku ciklistët do të tentojnë shkëputjen për të mbërritur të parë, pra është momenti më vendimtar i garës. Aktualisht, siç besoj po ndiqet edhe nga pamjet, ka shumë njerëz të cilët janë këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të ndjekur të preferuarit e tyre, pasi siç kemi parë edhe gjatë gjithë rrugtimit prej më shumë se 100 kilometrash kanë qenë të shumë qytetarët e cilët kanë dalë për t'i përshëndetur ciklistët që nga Durrësi për të vijuar në Elbasan dhe për të vazhduar këtu në Tiranë, ku sigurisht do të dalin edhe emrat e parë, ato që janë favorit për të fituar Giro d'Italia ose për të marrë fanellën e parë roz nga 21 në dispozicion që jepet në fund për çdo ciklist i cili është edhe fituesi i çdo etape. Janë 21 etapa me 3 para që do të mbahen në Shqipëri. Kujtojmë se nesër do të jetë etapa e 2 që do të mbahet në kryeqytet, është etapa e shpejtësisë ku biçikletat kanë me të vërtet një shpejtësi shumë të lartë, janë ciklistë të cilët mund të arrijnë shpejtësi deri në 80 km/h. Do të ketë jo si sot kur nisja ka qenë e gjitha në grup, është nisja me kronometër, do të jetë ciklisti i cili e përshkruan më shpejt etapën prej 13.7 km që do të jetë në kryeqytet, e njohur ndryshe si etapa e shpejtësisë së lartë. Do të nisë rreth orës 13 dhe do të mbarojë rreth orës 17 edhe etapa e dytë, ndërsa etapa e tretë do të jetë në Vlorë me ngjitjen me fillim nga Lungomarja dhe ngjitje në Llogara për të kthyer sërish në lumin e Vlorës, ku për të mbyllur 3 etapat për sa i përket hapjes së madhe që për herë të parë mbahet në Shqipëri dhe që shumë qytetarë kanë thënë që është diçka unike, pasi gjithmonë ka qenë mundësia për ta ndjekur nëpërmjet televizionit, ndërsa tashmë mund të ndiqet nëpërmjet rrugëve të Shqipërisë. Mirnesi, të falenderoj për gjithë detaje, do të lidhemi përsëri bashkë, bëjmë një tjetër përmbledhje për këtë eveniment të jashtëzakonshëm ciklistik që po ndodh në Shqipëri për herë të parë. Faleminderit Nesi, të përshëndes. Ndërkohë është momenti për kaluar në një hapësirë me reklama, qëndroni me ne, kthehemi pas pak përsëri në transmetimet tona të drejtë për drejta me pjesën e dytë.